Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Vrasja e biznesmenit italiano Tepelen nuk ishte aksidentale, sigurohen prova se ndaj tij dhe personave që e shoqëronin u qellua me paramendim. Autoritetet në Brazil lëshojnë një urdhër arresti për Ervin Matën. Ai akuzohet për trafikimin e tonelatave me kokainë drejt vendeve europiane. Partia Demokratike vijon negociatat për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, bisedime me Partinë e Lirisë për të vendosur emrin e një kandidati të përbashkët. 6 kilometrat e parë të autostradës së zgjeruar Tiranë-Durrës hapen në muajin dhjetor, nisin punimet edhe për bypassin e kryeqytetit. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Hetuesit në Tepelen janë të bindur se vrasja e biznesmenit italian nuk ishte aksidentale. Ai së bashku me 3 persona të tjerë me të cilët kishte dalë përgja, është qelluar me breshëri automatiku në një prit, ndërkohë policia po verifikon një person që besohet të jetë autori i krimit. Vdekja biznesmenit italian Edoardo Sarchi është një atentat dhe jo ngjarje aksidentale. Ky ka qenë përfundimi i grupit hetimor të policisë pas këshyrjes së vendit të ngjarjes. Sipas burimeve, biznesmeni italian i një fabrike tullash në laprak të Tiranës, në momentin e ngjarjes ka qenë në shoqërinë e Qerembracit dhe 2 djemve të tij, në afërsi të salarisë të Tepelenës, ku kishin dalë përgjigje. Këta të fundit janë shoqëruar në ambientet e policisë, ku kanë dhënë për më shumë se 12 orë shpjegime për rrethanat e ngjarjes. Burime bëjnë të ditur se referuar dëshmisë së tyre. Ata ishin duke lëvizur në këtë zonë me 2 automjete foristrada. Ata kanë pohuar se kanë dëgjuar disa të shtëna afër tyre dhe kanë ndaluar mjetet. Tek njëra nga makinat tip Land Rover ishte biznesmen italian dhe njëri prej personave të shoqëruar. Pasi kanë qëndruar për afër 2-3 minuta, është dëgjuar një breshëri tjetër dhe direkt në rrugën e tyre është shfaqur një person me armë në dorë tip automatik, i cili qelloi në drejtim të mjetit të tyre. Në këtë moment ato janë fshehur pas makinës, plumbat kanë prekur mjetin duke çar gomat, ndërsa një prej predhave plagosi në këmbë Edoardo Sarchin, duke i dëmtuar arterien kryesore. Dyshohet se biznesmeni italian është goditur nga një plumb rikoshet në pjesën e këmbës së djathtë. Menjëherë pas kësaj e Qerembraci dhe 2 djemt e tij lajmëruan policin. Pasi mbërriti ambulanca, biznesmeni italian kishte ndëruar jetë. Në polici u shoqëruan 3 anëtarët e familjes Braci, si dhe një bari i zonës, të cilët më pas u lanë të lirë. Burimet shtojnë se policia ka disa detaje për autorin e dyshuar, por në momentin janë në fazën e verifikimeve. Ervin Mata, drejtuesi një organizate kriminale të trafikut të kokainës, është shpallur në kërkim në Brazil. Ndaj tij është lëshuar një urdhër arresti për kalimin e tonelatave me drogë drejt Europës. Ervin Mata është në kërkim edhe nga SPAK për trafik të lëndëve narkotike dhe vrasjen e 2 personave. Jo vetëm në Shqipëri, por Ervin Mata duket se ka hesape të hapura edhe me drejtësi në Brazil. Sipas mediave të huaja, gjykata e lartë federale në Brazil ka lëshuar urdhër arrest për biznesmenin Ervin Mata, i cili dyshohet se fshihet në këtë shtet pasi është në kërkim ndërkombëtar me urdhër të prokurorisë së posaçme. Referuar mediave të huaja, shteti brazilian mësohet të ketë lëshuar urdhër arrestin me datën 23 shtator për akuzat e trafikut ndërkombëtar të drogës. Ndërkohë Mata vjen ende të jetë në kërkim. Kujtojmë gjithashtu se Ervin Mata është shpallur në kërkim në nëntor të vitit 2023, i akuzuar nga SPAK për grup të strukturuar kriminal në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike nga Amerika Latine në Europë. Në dosjen voluminoze të prokurorisë janë përfshirë në total 11 persona në këtë grup kriminal, ndërta dhe ishte në drejtori i policisë së Tiranës Erzem Breçani dhe djali i tij Eralbi Breçani, ky i fundit kunati i Ervin Matës. Sipas SPAK, organizata me në krye Matën ishte përfshirë në trafikun e kokainës. Kjo e dokumentuar pas goditjes së 4 episodeve nga autoritetet e huaja, pasi u sekuestruan lëndë narkotike në Holandë, Brazil, Kolumbi dhe Spanjë. Ndaj Matës janë ngritur akuzat dhe për sigurimin e kushteve për vrasjen e 2 personave në Shqipëri. Jo vetëm kaq, por emri Ervin Matës u përfol shumë dhe në masakrën e ish-bllokut, ndodhur me datën 4 tetor të vitit 2018, ku ai u përplas me armë zjarri me Ervis Martinajn, ku përpasoi mbeti i vrarë Fabian Gaxha. Policia e Shkodrës vijon operacionet kundër kultivimit të kanabisit. Sipas bluve, këtë fundjavë janë gjetur dhe azgjësuar rreth 1450 bimë, ndërsa ka nisur hetimi për 4 kryetar fshatrash të akuzuar për shpërdorim të tyre.
Ndërkohë policia ende po punon për identifikimin e kultivuesve. Sipas policisë, në njësitë administrative Pult dhe Shal u gjetën rreth 500 bim kanabis. Po ashtu, në njësitë administrative Kastrat dhe Qendër në Malsinë e Madhe u zbulua një parcel me mbi 360 rënj kanabisi, ndërsa në Temal të Vaut Udejës u azgjësuan rreth 600 bim narkotike. Të tjera negociata janë zhvilluar këtë të diel në kampin opozitar për Bashkinë e Tiranës. Drejtues të Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë diskutuan për kandidatin që duhet të jetë një figurë sa më përfaqësuese. Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë zhvilluan negociata këtë të diel për të arritur një dakordsi mbi kandidaturën e përbashkët të opozitës për Bashkinë e Tiranës. Pas mbledhjes, zyrtarët demokrat deklaruan se emri i kandidatit do të shpallet shumë shpejt, pasi po zhvillohen konsultime intensive. Ju siguroj që çështje ditësh. Ne jemi opozit dhe forca demokratike që ndjekim hapat dhe procedurat, konsultohemi, pastaj vendosim. Çështje ditësh dhe do të keni kandidatin e opozitës. Ndërsa Teti Blushi nga Partia e Lirisë nënvizoi se opozita synon një kandidaturë gjithëpërfshirëse, ndryshe nga Partia Socialiste. Një kandidaturë gjithëpërfshirëse dhe një kandidaturë e emëruar sikur ka ndodhur me kandidatën e Partisë Socialiste. Pra përballë kandidatës së Covidit, ne po përzgjedhim vaksinën e dur, e cila do të shërojë një herë përgjithmonë kryeqytetin. Sipas Blushit, kandidati që do të shpallet do të ketë për qëllim luftën ndaj paligjshmërisë dhe korrupsionit në kryeqytet. Klima e biznesit në Shqipëri është analizuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Raporti flet për stabilitet makroekonomik, por tërheq vëmendjen për korrupsionin e përhapur, informalitetin dhe konkurrencën e padrejtë. Departamenti i Shtetit ka publikuar raportin për klimën e biznesit në Shqipëri për vitin 2025. Dokumenti vlerëson stabilitetin makroekonomik të vendit, por gjithashtu ngre disa shqetësime që lidhen me ambientin e biznesit. Situata makroekonomike e Shqipërisë është e qëndrueshme. Në vitin 2024, rritja ekonomike arriti në 4%, e nxitur nga rritja e fuqishme në sektorët e turizmit dhe pasurive të paluajtshme dhe politikat e kujdesshme makroekonomike. Sipas raportit të DASH, Shqipëria mbetet një destinacion me potencial të madh për investime fal sektorëve premtues si energjia, turizmi, teknologjia dhe bujqësia, por gjithashtu nxjerr në pa disa nga shqetësimet me të cilat përballen investitorët e huaj në vendin tonë. Investorët e huaj përmendin sfidat e vazhdueshme për investimet dhe biznesin në Shqipëri për shkak të korrupsionit në sektorin publik, gjyqësor dhe prokurimeve publike, konkurrencës së padrejtë dhe të shtrembëruar, një ekonomie të madhe informale, pastrimit të parave, ndryshimeve të shpeshta në legjislacionin fiskal, të drejtave të pronësisë dhe zbatimit të dobët të kontratave. Raporti nënvizon se vetëm përmes forcimit të sundimit të ligjit, rritjes së transparencës dhe një lufte më të qëndrueshme kundër korrupsionit, Shqipëria mund të shfrytëzojë plotësisht avantazhet e saj dhe të pozicionohet si një treg konkurrues në rajon dhe më gjerë. 6 kilometrat e para të autostradës së zgjeruar Tiranë-Durrës do t'jenë gati në fund të këtij viti, ndërkohë në terren sapo kanë filluar punimet edhe për bypassin e Tiranës. Punimet për fazën e parë për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës janë drejt fundit dhe segmenti nga mbikalimi i Kaza Italias deri te mbikalimi i Rinasit do të jetë i hapur plotësisht për qarkullim deri në dhjetor. Punimet në këtë segment rrugor kanë hyrë në fazën më intensive të tyre, po punohet për rikuperimin e shtresave ekzistuese, për kthimin e tyre në gjendje normale, për t'u bashkuar pjesës tjetër që tashmë është e zgjeruar, korsive të reja të cilat janë zgjeruar. 2 korsi për çdo sens lëvizje është gjë e përfunduar. Paralelisht së shpejti do të nisin punimet edhe për zgjerimin e një segmenti tjetër të autostradës.
Sigurisht që do të kemi edhe punime në segmentet e tjera. Në këtë segment që po diskutojmë është përfunduar procedura për vazhdimin edhe me një kontratë, për të avancuar me një kontratë tjetër, të cilët pritet të fillojnë sa më shpejt. Është vazhdimi i këtij segmenti deri tek City Park, vazhdimi i kësaj dhe lidhja me nyjen e Kasharit. Po kështu pritet shumë shpejt ndërhyrja për shtresat asfaltike të segmentit të mbetur nga Vora deri tek ura e Dajlanit, e cila do të ketë një përmirësim të shpejtë të tyre për të mos pritur deri në përfundimin total të zgjerimit që ka filluar. Puna për një tjetër vepër të rëndësishme rrugore, bypassin e Tiranës, që do të lidh Kasharin me Mulletin, duke shfryrë trafikun në hyrje-dalje të kryeqytetit, pritet të nisë në ditët në vijim. Aktualisht është lidhur kontrata për fazën e parë të këtij projekti, që do të përfshijë ndërtimin e rrugës nga Kashari deri në nyjën e Vaqarrit. Procedurat të tjera të shpallura është bypassi Tiranës, i cili sapo ka filluar angazhimi i mjeteve dhe njerëzve në terren për 2 lotet e para të tij, të cilët procedurat janë mbyllur para pak ditësh. Si zgjidhje për trafikun, veçanërisht gjatë sezonit veror, edhe në Sarandë do të ndërtohet një bypass që do të fillojë në fshatin Qafgjasht deri në hyrje të qytetit. Për këtë projekt aktualisht është shpallur kompania fituese që do të kryejë punimet për fazën e parë. Interesi të rinjve për të ndjekur shkencat eksakte vijon të jetë i ulët. Fizika, kimia dhe matematika janë ende me një numër të pakët të studentëve, por ndërkohë ka një vëmendje më të shtuar për programet që lidhen me teknologjinë e informacionit. Në raundin e parë të regjistrimeve, fizika numëroi vetëm 2 maturantë interesuar, një shifër alarmante për këtë deg dhe për programe të tjera studimi që prej vitesh përballen me numër të ulët studentësh. Rektoria e Fakultetit të Shkencave të Natyrës nuk e mohon interesin e kufizuar për degë eksakte si kimi, fizik apo matematik. Megjithatë, shpjegon se kjo shifër ka ardhur edhe nga hapja e programeve ndërdisiplinare një vit më parë. Pikërisht këto programe të riorganizuara sjellin ose mbushin këtë vakancë që ishte krijuar nga programet ekzistuese apo tradicionale që tregu apo arsimi universitar ofronte. Rektoria sqaron se këto programe studimi jo domosdoshmërisht lidhen me mësuesin. Programet bachelor nuk janë programe të definuara që në bachelor për mësuesi. A ka ndryshuar trendi dhe mund të them konkretisht që në program fizike shkenca kompjuterike ka ndryshuar qasja ndaj perceptimit të fizikës dhe kjo nuk është një pengesë që studentët që diplomohen nga ky program studimi do të jenë studentë të cilët nesër do të jenë mësues të ardhshëm të fizikës. Në këtë fakultet ka patur interes të shtuar në degë ndërdisiplinare dhe programe studimi që lidhen me informatikën. Mbeten, të renditura, informatik, data science dhe inxhinieri informatike dhe teknologji informacioni dhe komunikimi. Plan të dytë vijnë më pas programet ndërdisiplinare dhe përmend këtu bioteknologji, shkenca natyrore mjedisore. Që prej vitit të kaluar, fakulteti prezantoi 2 programe ndërdisiplinare, fizik dhe shkenca kompjuterike dhe kimi farmaceutike. Këtë vit, ky fakultet ofron programe të reja si data science dhe inxhinieri informatike, inxhinieri kimike dhe inxhinieria e kimia e ushqimeve, me qëllim modernizimin e kurrikulës, duke bërë shkencën eksakte më të afërt me tregun aktual të punësimit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.